18 gjethe dafine I japin lam të mire çdo problemi, ja si t'i përdorni, që në lashtësi dafina njihet si një super bimë hyjnore. Ajo është e pasur me vitamina C, vitamina B dhe vitamina A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral me shumë përfitime që do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit e lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ajo është e pasur me antioksidant që mbrojnë kundër radikaleve të lira. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele shumë të larta të mineraleve, të tilla si. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bakri, kaliumi, kalciumi, magnezi, hekuri, zinku dhe elementë të tjerë ushqyes, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kaliumi do të ndihmojë në mbajtjen në kontroll të rrahjeve të zemrës dhe të tensionit të gjakut. Përdorimet e dafinës në shëndet janë gati të panjohura. Paraardhësit tanë përdorin atë edhe për të përgatitur sapunra ose dezinfektues të ndryshëm, që me rezultatet e tyre konkrete do të marrin përfitime të qëndrueshme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Gjethet e dafinës janë një produkt fantastik që mund t'japin rezultate të mira edhe në mirëqenien tuaj të shëndetit. Ekspertët rekomandojnë vazhdimisht gjethet e dafinës që mund të përdoren në të mirë të vlerave që ofrojnë në shëndetit, duke e bërë atë një nga erëzat më praktike, më të mira ushqyese edhe në lehtësimin e komplikacioneve në përditshmërinë tuaj. Dafina është një bimë që mund të ofrojë një mbrojtje mjaft të mirë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe për flokun. Gjethet e dafinës janë ideale për sistemin tuaj tretës, kundër inflamacioneve dhe gjithashtu kundër infeksioneve të tjera. Përdorimet të tjera të kësaj bime do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që dafinën ta keni pjesë të dietave tuaja, pasi është e mirë gjithashtu për të pasur flok të butë dhe të shkëlqyer. Atë mund ta përdorni për të pasur një lëkurë më të pastër, më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu krijimin e komplikacioneve të saj. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është kryesisht edhe mesdheu dhe vendi ynë është I bekuar me këtë bimë të veçantë, që mund t'japë përfitime të larmishme në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Gjethet e dafinës janë të pasura me vitaminën C, vitaminën B, vitaminën A. Ky e fundit është një antioksidant shumë I mirë natyral që mund t'japë përfitime të qëndrueshme në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele shumë të larta të mineraleve, të tilla si bakri, potasi, kaliumi, magnezi, hekuri, zinku dhe mangani. Potasi do të ndihmojë në mbajtjen në kontroll të rrahjeve tuaja të zemrës dhe të tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor gjithashtu edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Dafina është një bimë që mund t'japë përfitime të mira për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tuaj tretës, si diuretike të cilat do të ulin nivelin e toksinave në trup. Ato reagojnë gjithashtu edhe ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjethteve të dafinës do të ndihmojnë me tretjen, do të qetësojnë stomakun e trazuar dhe zorrët. Dafina është një bimë që mund t'japë përfitime të larmishme në sistemin tuaj të frymëmarrjes. Vaji I dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zgjeni ujin e dafinës, të shfrytëzoni avullin dhe do të lehtësoni dhe eliminoni bakteriet e dëmshme që gjenden në frymëmarrje. Por kujdes se përdorimi I dafinës u ndalohet grave shtatzana. Dafina është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi I gjethteve të dafinës. I lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin, do të zbushin lëkurat e thata. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore dhe mund të lehtësojë gjithashtu një sër komplikacionesh. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm.
Gjethet kanë në përmbajtje të tyre elemente të paratenoideve që reduktojnë irritimet në zona të caktuara, siç mund të jenë ato të prekura nga artriti. Ndaj, përdorime të tilla të gjetheve të dafinës do të jenë një mburojë vërtet ushqyese për shëndetin tuaj dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Shtoni gjethet të dafinës në përditshmërinë e dietave tuaja për të marrë ndikimet e tyre pozitive. Dafina është e mirë gjithashtu edhe në betejën kundër problemeve siç janë ato të zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë që japin në zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidet largojnë kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Ato parandalojnë problemet e radikaleve të lira. Konsumi i fuqishëm i antioksidantëve që gjendet te dafina do të mbrojë organizmin kundër radikaleve të lira që shkaktojnë mutacione në qelizat e shëndetshme dhe këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina ka efekte të mira kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, një element që ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në qetësimin e momenteve stresuese kur ankthi është tepër i lartë. Gjethet e dafinës kanë impakt të drejtpërdrejtë në rregullimin e niveleve të sheqerit dhe konsumi i gjethteve do të ulë gjithashtu rrezikun e problemeve të luhatjeve të shëndetit tuaj. Për sa kohë i përdorni ato me kujdesin e duhur dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, dafina mund të jetë një nxitse shumë e mirë e organizmit. Dafina është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë efekte të forta mbi sistemin gastrointestinal. Ato stimulojnë urinë dhe të vjellat, dhe gjithashtu në rast se keni probleme me toksina do të jetë një ndihmë shumë e mirë për t'i mbajtur ato larg nga organizmi. Gjethet të tilla të dafinës do t'i japin një mbrojtje të mirë të shëndetit dhe do të evitojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Dafina është një bimë hyjnore me një pasurim të gjerë të vlerave për shëndetin, dhe sigurisht përdorimi i saj i kujdesshëm do të kthehet gjithashtu në një aleate të vërtetë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Gjethet e dafinës në përditshmërinë e dietës suaj mund të konsumohen në forma të ndryshme, në formën e çajit, të digjen ose të përdoren sipas nevojave tuaja specifike. Kështu në këtë mënyrë gjethet e dafinës do të jenë një aleate e fortë e shëndetit dhe gjithashtu edhe të vlerave që bartin për organizmin. Sigurohuni t'i keni pjesë të vlerave tuaja edhe për kujdesin e pamjes së jashtme. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të eliminoni zbokthin, aplikoni ujë në të cilin keni zgjerrë disa gjethe dafine më parë. Këtë përbërje e aplikoni në flokun tuaj dhe e lini për disa minuta. Më pas e shplani me ujë të bollshëm dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Dafina është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime dhe të mbajë larg edhe komplikacionet. Ndaj, përdorimet të tilla të saj do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Bima e dafinës do të reduktojë nivelet të ankthit dhe të stresit. Gjethet e dafinës ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit. Hormonet e stresit në trup mund të jenë të dëmshme për shëndetin, kështu që gjethet e dafinës mund të ndihmojnë të qetësoheni dhe të jeni të relaksuar në momentet tuaja të ankthit. Këto bimë mund të luajnë një rol fantastik edhe kundër ankthit. Tymi i prodhuar që digjet dafina mund të lirojë komplet kimikate të tilla si linalol, të cilat nëse thithen zvogëlojnë ndjenjën e stresit për 10 minuta, duke qetësuar trupin dhe mendjen tuaj. Gjethet e dafinës mund të jenë një element ushqyes shumë i mirë. Ato mund të përdoren në formën e çajit ose në formën e vajit. Sigurisht, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu kundërindikimet dhe gabimet që mund të bëni me përdorimin e kësaj bime. Është e rëndësishme të ndiqni kujdesin e duhur të përdorimit për të evituar shqetësimet në organizëm. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.